Banorët gjithë kanë marrë, pavarësisht se shtëpitë kanë qenë pa legalizuara, 6 shtëpitë e fundit kanë marrë bonusin e qeras për t'u sistemuar fillimisht. Siç mund ta shihni edhe vetë, i gjithë ky ambienti që kemi ndërtuar këtu, për momentin është ambienti ku ne flejmë se s'kemi vend pas shembjes që është bërë nga IKMT-ja, që erdhi projekti rrugës. Ky është ambienti në të cilën ne flejmë. Kemi edhe një kontinjer tjetër aty, pjesa më të madhe flejmë edhe këtu. Kemi edhe 2 shekun tjetër që e kemi shtruar në këtë ambient që e kemi mbuluar duke e sajuar me çfarë të mundemi. Propozimi që kanë bërë këto është qesharak, më duket absurde, është për, domethënë, thjesht i bonus qeraje deri në 3 vjet. Pastaj për punë shtëpi sociale thot kur dali, kur ta nxjerrë shteti si vendim me anë të VKM-s. Nga 6 familje që jemi ne këtu, shtëpia ka qenë në emërtim Edmondit. Këto tani unë kam edhe 2 familjarë sipër që jetojnë aty, 2 vëllezërit e mi, Iliri dhe Daudi. Tani ato thonë këto të bashkisë që kanë fut vetëm emrin tim aty, do thonë shtëpia ka qenë 2 kat. Kanë fut nxjerr vetëm emrin tim aty, kurse këto i kanë nxjerrë jashtë loje. Nuk na ka dhënë asnjë zgjidhje. Vetë edhe pas kontratës që kemi firmosur, kemi mbetur këtu në mes të 4 rrugëve, në qiellin e hapur ku flejmë për të mësuar, për të larë, për të pastruar, nuk kemi asnjë kusht të vetëm. Përveç se të flejmë natën këtu në hijen e çadrës, ku kemi mbetur vetëm pa asgjë, pa asnjë përkraje nga shteti, nga askush. Firmosur, e kemi firmosur në presion, me imponim, jo me dëshirën tonë, se nga që shteti së përgjigjet asnjë mënyrë, as bashkia jo. Ndërkohë që vinin gjatë gjithë kohës tot IKMT-s, edhe i thonin, o zotëri, ke ardhur këtu për prishje banesash, po. Ku e ke përfaqësuesit e bashkisë që na mbulon neve si zonë, se ne na mbulon njësia bashkiake nëmër 10.